Mbrëma shqiptar, do ju flas sot për videon më të frikshëm që kam parë në jetën time, dhe është kjo video këtu. Ju sugjeroj shumë ta shihni. Si mendoni ju, cila ka qenë arsyeja kryesore pse Elon Musk bleu Twitter? Jo po drejta fjalës, jo po drejta shprehjeve të mendimit të lirë. Arsyeja pse ai bleu Twitter është kjo video këtu. Ky bossi ka kanal në YouTube Destiny, mund t'ju dalë ndonjëherë. Kohët e fundit ka ndryshuar çik linjën e videove se kishte rënë sy gjë çuditshme. Pothuajse gjithë komentet që merrte pas kanë qenë AI. Kjo nuk është pjesa e çuditshme. Këtë gjë e dim deri tash, ju kam folur për dead internet theory. Po që edhe kjo më thon drejtën, pa pritur më vesh që gjithë njerëzit nuk që kanë njerëz, por që kanë AI. Pjesa e çuditshme erdhi gjatë një live streami ku ky po fliste për këtë temë bisedë me fansat e vet. Tipi po hapte një nga një akaunte që bëjnë komente dhe postimet e tij dhe bëja tregote personave që po shohin live-in. Dhe po i tregote fakti që janë AI, ka diçka të çuditshme te fotot, nuk janë njerëz, thjesht bëjnë sikur janë njerëz. Dikush te komentet i bëni tag një akaunt që du ta shifte. Ishte akaunti një plaku që supozohet të jetë ekspert në shumë gjëra. Ky plaku thjesht bëte video nga një orë gjys, tu i thon kamerës gjëra që di vet dhe i hidhte në internet. Supozimisht ky plaku ishte ekspert në shumë fusha, kishte 100 diploma. Destiny, ky tipi live-it e kishte pa videot e plakut me orë të tëra dhe kishte zbuluar që ky plaku nuk ekziston fare, është AI. Dhe provat përfundimtare kishte gjetë fakti që ky nuk ka punuar aty ku thotë që ka punuar, nuk ka studiuar atë që thotë që ka studiuar. Derisa në ora 2:30 e natës, kur ky ka qenë me chat privat të fol me njerëz që njeh personalisht, pa pritur i futet te ky chati dhe fillon me shkruajt mesazhe një person, një akaunt që e kishte krijuar akauntin me minuta para se më fut te chati me shkruajt mesazhe. Pa pritur, ky akaunt i ri që sapo ishte krijuar për vete, futet te chati, i bën tag dhe i bën upload një dokument që provon që ky plaku që ka i vërtet. Dhe pastaj kur hap dokumentin, dokumenti është bën nga AI për vete, ka prova. Akaunt komplet i ri që është krijuar pak minuta para se më fut te chati, futet aty ti prova falso dhe thjesht del nga chati. Dhe kjo gjë e kishte tromax komplet këtë tipin dhe s'ka fjet gjumë për net të tëra. Ky akaunt ishte AI për vete, dokumenti ishte AI, plaku ishte AI. Ky akaunt u krijua për të mbrojtur një AI tjetër. Është një AI që po mbron një AI. Kjo është arsyeja pse Elon Musk bleu Twitterin, sepse kishte këtë ide në mendje dhe do të më provu me rrjetet sociale. Kjo gjë është e faktueshme te Twitteri, po ndodh të gjithë rrjetet sociale, ta dini, edhe në gjithë internetin. Nuk ka shifra saktë që mund t'ju gjej, po mesatarisht për çdo një akaunt që ekziston si person i vërtet, ekzistojnë 7 deri në 10 akaunte falso AI që nuk ekzistojnë si njerëz vërtet. Me statistikë, gjithë muhabetet, gjithë debatet online që po bëni me person që s'e keni takuar në jetë reale, jeni tu e bën me AI. Dhe bukur se nuk mund ta fitosh atë debat. Ti jep argumente njeriu, ai jep argument ChatGPT-e. Dhe nga kjo na lindi pyetje shumë e bukur tash. Fuqia e internetit deri tash ka qenë në dorë të njerëzve. Që do të thonë, siç vendosen kush do jenë memet e reja ose trendet e reja nga njerëzit, vendosen sa njerëz do shkojnë protestë për shumë. Gjithçka në kohën që jetojmë, edhe protestat antiqeveritare fillojnë në internet i herë, nuk e si shpërndaj informacionin. Kështu që na lindi pyetje shumë e bukur. Nëse me statistikë për çdo një person të vërtetë që përdor rrjete sociale ka 7 deri në 10 akaunte falso, atëherë kush e vendos trendin? Deri tash trendin memin e ardhshëm ose a do shkojnë protesta jo, e ka vendos njerëzit përmes like-eve dhe komenteve që bëjnë njerëzit. Nga ky moment të tutje, kjo gjë nuk do ekzistojë më. Do vendosen gjitha nga elitat që programojnë AI-n. Cila është mënyra më e mirë për të kontrolluar gjithë njerëzimin, nëse me numër logjik, ta bësh me zor të bëj atë që do ti, apo ta bindesh sikur është gjëja më e mirë për të. Ju vetë, ti që po shaf këtë video për shkakun, përfshi dhe gjithë njerëzit e kësaj bote, thjesht ndjekin rrymën. Askush nga ju nuk ka mendime origjinale, askush nuk ka fillon memin e ardhshëm, askush nuk ka fillon trendin e ardhshëm ose organizimin e protestës së ardhshme. Ju të gjithë e merrni vesh që po ndodh nga interneti dhe vendosni a do bashkoheni ajo. Siç u kam thënë më parë, shumë kollaj ta bindesh popullin me ecën këtë drejtim, nëse gjysma e popullit po ecën këtë drejtim deri tash i herë. Nëse një kaos ka vetëm 2 persone që po e përkrajnë, ti nuk e për të bëj treti, por nëse ka 200.000, ti bësh 200.000 e njëjti. Nga tash jetutje është shumë e thjeshtë me kriju 200.000 akaunte falso AI që thjesht bën interakt me njëri tjetrin dhe të shtojnë miliona komente te protesta që të bësh nesër. Dhe papritur ke shpik një rrym nga hiçi që nuk ekziston fare, por që njerëzit do e ndjekin tash si dele. Kështu që bëuni gati se kështu do jetë ardhmja, do ju kontrollojnë 100% të trurin. Kështu do jetë ardhmja.